Komisariati i Policisë në Vlorë në bashkëpunim me Prokurorinë e Vlorës ka finalizuar operacionin policor të koduar Double Flame, duke zbardhur djegjen e qëllimshme të 2 automjeteve të ndodhur në lagjen Isa Boletini në datën 10 nëntor. Pas veprimeve të mirë organizuara hetimore, janë identifikuar dhe janë goditur autorët e dyshuar të kësaj ngjarje. Policia e Vlorës bën me dije se ka arrestuar 21 vjeçarin me inicialet GS, ndërsa 28 vjeçari, sipas policisë së Vlorës, bashkëpunëtor në këtë krim, u shpall në kërkim dhe vijon puna për kapjen e këtij të fundit. Hetimet paraprake konfirmojnë se të 2 personat kanë vepruar në bashkëpunim, duke përdorur lëndë ndjekse për të vënë zjarr në 2 automjete, një të llojit Suzuki dhe tjetri i llojit Audi. Gjithashtu, policia po punon për të përcaktuar motivet e kësaj ngjarje. Siç shihet edhe nga pamjet e publikuara nga policia, të rinjt të maskuar pasi vendosin flakën makinave, largohen me vrap nga zona. Sa i përket ngjarjes në fjalë, bëhet me dije se rreth orës 04:45 minuta të mëngjesit të ditës së hënë në lagjen Isa Boletini ish vendosur zjarri dhe janë djegur 2 automjete, një i lloj Suzuki në pronësi të shtetasit KB. Si pasojë e flakëve, është djegur dhe një tjetër automjet i parkuar në afërsi të tij, mjeti i llojit Audi. Është punuar gjithashtu edhe për zbardhjen e shkaqeve të rënies së zjarrit, ku pamjet filmike kanë konfirmuar se kemi të bëjmë me një zjarrvënie të qëllimshme, por edhe për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje. Materialet procedurale janë referuar tashmë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Vlorë për veprën penale. Shkatërimi i pronës me zjarr e kryer në bashkëpunim.